Jemi në Leskovik. Ndodhi shumë spontanisht. Neve nuk ishim bërë plane për këto pushimet e fund nëntorit, edhe erdhëm një natë në përmet tek tezja ime. Dhe pastaj gjeta në booking një destileri me Lesin quhet. Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Njerëzit e njihnin me sa pas. Njerëzit. Ha. Nuk vola fare. Atëre I kisha ngur makarona shpejt, atëre vola. Pieri tashi ka fiksuar dhe I duket sikur do vjelli, sepse njëherë volli, edhe ndaluam neve dhe u bë shumë merak. Unë tani do zhvishem, të vesh pijama dhe të shtrihemi ngrohtë të shohim Grinçin. Kemi ngrënë këtu, kemi pirë kafe, kemi pirë raki, kemi ngrënë dre, kemi ngrënë ëmbëlsira, deri tani super, çmimet shumë të mira. Nata unë e prenotova nga booking, ishte 80 euro nata. Okej, nuk është e lirë, se kur mendon 80 euro kemi paguar edhe 6 mbase, ka të përfshirë mëngjesin. Por me që ishte një natë, okej, nuk më duket shumë abuzive. Por deri tani jemi kënaqur shumë. Është shumë nice, unë nuk isha qenë ndonjëherë në Leskovik. Kjo është pamja nga këtu, nuk e di nëse ka ndonjë që na ndjek edhe është nga Leskoviku, unë ju përshëndes të gjithëve. Edhe dhoma është shumë e madhe. Pierushi do flej atje te krevati vogël, ne do flejmë këtu. Po jam edhe una këtu. Iki të nxjerr pak rroba që të vishëm dhe të shoh Grinçin me Pierushi. Bëm gati të dalim poshtë restorante. Ka veshur këtë fustanin. Veshe edhe një pullover, se unë kisha shumë ftohtë aty poshtë, se është ambienti shumë I madh dhe shumë I lartë. Edhe kështu, krejt, që të duket sikur është me fund. Shoh gjë. Kam këto 2 ditë me një dhimbje koke në fakt. Duhet edhe të merrem një çik me këto dhëmbët e mia të pjekurisë, po duhet që t'i heq me një kirurg dhe po e shty dhe ndjej që këto më japin këtë shqetësimin. Nuk do bëj asgjë thjesht, mbase kam mbajtur pak fondat në fuça. Dhe ta sistemoja kështu nga pak. Do hek nga fukaci, vanilla haze. Është unisex, është love it. Pak mozat. Deri tani kemi qëndruar shtrirë, kemi parë filma. Sa shkoj ora? Ikem të pim ndonjë gjë, të ham diçka të vogël. Edhe të vim të flem gjumë. Gjithë ato gjërat e kjo çanta. Një gëshet, ja t'i rregulloj. Pak si e shkujdesur, por është okej. Kisha marrë këpucë të zeza, lustrafine të bockla, si balerina me pak tak. Janë të makina. Dhe I thash Ergisit janë duke vërtuar të shkoj, dhe e verë me uksa varja. Uksa t'i vesh thjesht për nuk më pëlqejnë si më rrinë tek vetja ime. Por kur udhtoj kështu në vendet ftohta, I vesh se janë komode deri diku. Ja, kaq. Është gati. Edhe Pieri është gati. Po veshim për herë të parë këtë jelikun e Kashmirit, është shumë I bukur ngjyra, është spektakël, është si uthull. Edhe mund ta veshësh në këto vende kështu që brenda është ngrohtë. Ec pak, shoh. Prit, theu. Dale.
Love it. Ditë kanë kaluar dhe net kanë kaluar, por do t'ju flas nesër gjëre gjatë, do t'rregoj pak edhe zbukurimet që kemi bërë te shtëpia për Krishtlindjen tonë nostalgjike, edhe pse mendoj që kush na ndjek edhe në Instagram ka parë mjaftueshëm. Kemi bërë paketimin e një nga pikturave të Anart, edhe është duke e çuar Erkysi, faturën e dërguam elektronikisht. Kështu që ja, jam shumë e lumtur sepse kjo është gjëja që ndërroj të bëj gjithë jetën time. Shko te shtëpia jote e re. I love you so much. Mere? Miropafshim. Më falni se po përtypim Arra. po përtypim Arra, na falni. Në fal. Të gjejmë Kevin, po më dhonë dyshin se njëshin e pam një ditë, një natë. Kështu që ja ku jemi ne. Më bëj Prit. video. Minu, Ana e Pieri. ne të tre. Kush? Gonna guess. Have a seat. E bëre letrën gati. Po, Nesër do t'ja dërgojmë. baba gjyshi. Uroj që baba gjyshi ta vlerësoj dhe të sjelli dhuratat. I vure edhe pullat e tua. Unë e di që ju e keni parë këtë folding screen japonez në Instagram, por nëse ka njerëz që nuk na ndjekin në Instagram, kjo është blerja ime me re, antike vintage, e gjeti për mua në Bruxelles, është nga Japonia, mund të jetë i shekullit të 19 base. Pjesën këtej e ka të gjithë me mëndafsh, edhe të qëndisur, dhe këtu pastaj është pikturuar, është shumë e rëndë dhe është dru. Tani këtu është shumë rëmuj, ja ku jam dhe unë, do shkoj të bëj një dush tani. Rëmuja ndonjëherë është edhe kjo. Edhe këtu, ja ku jam. Tregoj pak edhe zbukurimet e Krishtlindjeve dhe dhoma Pierushi. Kemi bërë vargje. Do vendosim të njëjtin edhe tek pjesa, me thënë të bëjmë një kapje. Nga këtu ta vendosim atje. Por realisht nuk kemi pasur kohë. Po Pieri kënaqet o zoti i madh. Edhe ambienti kurrim, besoj e keni parë patjetër në Instagram. Edhe këtu kemi bërë vargje. Këto i kemi blerë te Jusku, edhe yllin e pemës te Jusku. U bën nuk e di, vjet apo par vjet, nuk e mbaj mend, mbase vjet e kemi marrë aty yllin. Kjo është rëmuja këtu. Vendosur nutcracker, një kuti me muzikë. Ju betohem që nuk na bëhet të dalim nga shtëpia, domethënë. Zbukurimet si vjet të dhuruam, ne çdo vit dhurojmë disa njerëzve të familjes dhe shtojmë të tjera për begati, i bëjmë gjithmonë. Dhe i kemi të gjitha të veçanta. Një pjesë i kam krijuar vet. E mbani mend besoj që nga Krishtlindja e kaluar. Kjo do jetë e preferuara ime në jetë të jetëve. E kam bërë me këto duar. I kemi të gjitha shumë të bukura dhe uroj t'i kemi të veçanta, edhe pse vështirë, sepse këtu nuk është se ka shumë gjëra vintage edhe gjërat janë në mas, por nuk ka rëndësi, janë të bukura. Kjo është gjendja. Para se të shkoj të bëj dush, neve kemi në plan që t'i ndrojmë të gjitha dritaret nga viti tjetër. Nga si kur thua nga viti tjetër tingëllon si kur sa do zjasi. Dhe këtë pençrin që kemi këtu, kemi menduar që të bëjmë të ngjashme. Ideale do ishte ta bënim identike me mobiljen e kuzhinës, thjesht të jetë kaq e gjerë dhe të jetë një banak këtu dhe pastaj rafte që t'i mbledhim të gjitha. Kjo është e Minus. Minuja ka gjërat e veta. Rëmuja e Pierushit.
Edhe me kismet nga viti tjetër do rregullojmë dhe banjën që ta bëjmë me ngrohje dhe projekti që kam në mendje është, mund ta imagjinoni, duke më njohur si do jetë ai projekt. Thjesht duhet që të flas me një arkitekt që projektin e mendjes time ta bëj një i fushës, sepse unë nuk mund të marr përsipër të bëj dhe arkitektën dhe interior designeren. Unë do japi tetë mia, se i kam shumë qarta, të vizatuara në letër, edhe të shohim sa realizueshme është ajo gjëja që dua. Nëse ajo gjëja që unë e ndërroj është e paralizueshme për motive logjistike, është okej prapë. Ajo gjëja që do bëj do jetë shumë neve dhe do jetë ngrohtë mbi gjitha, sepse do e bëjmë për këtë dhe do jetë e bukur, shumë e bukur. Unë për gustot e mia. Më falni që dukem kaq e shëmtuar te juve, se unë ndjehem shumë rehat kur jam e shëmtuar në shtëpinë time. Po ja, po shkoj të lahem edhe po vi te ju. Bëra dushin dhe erdha këtu te dhoma që t'ju tregoj pak çfarë kemi bërë gjatë gjithë e periudhe që nuk kemi bërë vlog. Thjesht nuk kam pasur kohë dhe ju e dini që jeta ime, nuk është fare interesante në sensin, nuk është se jemi gjithkohon duke bërë aventura, jemi duke prinderuar. Tani unë u lava dhe do vendos pak të kremin e natës, është maska e natës në fakt, jo kremi. Sepse kam nevojë për shumë hidratim, më thahet shumë lëkura si e trupit, si e fytyrës. Unë nuk do bëj gjithë rutinën tani se është shumë herët. Edhe thash po vendos vetëm maskën në Ada Herbs. Edhe një hap tjetër që unë e dashuroj është gjithmonë pasi lajm në çdo momenti qoftë ai, do parfumosem dhe do kombinoj këto të dyja që janë të kundërta me njëra tjetrën, por bëhet një kombinim alla Ana. I love. Ja, iku dhe kjo. Kam edhe çupën time të vogël këtu. Ku do të më shku? Ku do të shkosh ti shpirti im i bukur? I love her so much. Vlogët nuk i kam hapur akoma, thash të mbyll edhe vlogun edhe pastaj të rri edhe të merrem pak me vlogët e mia. Kjo java ka qenë e çuditshme në disa aspekte, më shumë në aspekte prindërimi. Tani më falni, ky vlog nuk jam dukur në më të mirën time, po është okej. Tani sot është e enjte, të hënën, do me thënë të hënën në mes të natës, hape dera, edhe thjesht se unë kam gjumi shumë të lehtë, më del gjumi direkte, dhe thjesht që dëgjoj Pierin duke qarë, duke ardhur këtu te dhoma jon, mos ngordhni, lutem mami babi mos ngordhni. Tani Pieri nuk është fëmijë që flet ndonjëherë për vdekjen apo Edhe neve e kemi përmendur në sensin që sa i nuk e ka një gjysh edhe një gjysh, dhe ja kemi thënë sakt, pa gënjeshtra normal, por kur nuk me kishte përmendur gjëra të kësaj natyre, dhe dija që ishte një fazë që do vinte, sepse shoqet e mia me fëmijë më të rritur, shoqet e mia më kishin paralajmëruar për një situatë të tillë që mund vinte. E dija që do vinte dhe madje duke e bërë një ditë muhabet me Ergysin duke i thënë do vi një moment që Pieri do të rri shumë afër me neve, do jetë një periudhë mbase një mujore që do jetë kështu shumë do jetë shumë më i ngjitur se sa zakonisht, sa ta perceptoj pak gjithë ndryshimin ose gjithë shpërthimin emocional apo gjithë atë shpërthimin e imagjinatës, sepse Pieri është fiks në këtë moment tani, të gjithë fëmijët e kalojnë. Më falni ju që nuk jeni bërë ende mama, po është mirë të dëgjosh ndonjëherë kështu, do me thënë për të ardhmen, se e di që komuniteti im është zakonisht me mama. Dhe erdhi ushtri me ne dhe Ergysi çohet në mëngjes në orën 5:30 që del për vrap nga liçeni çdo ditë. Edhe i ra Zilja për mëngjes, edhe direkt Pieri që u çua edhe i tha, stërvitu, edhe mua më tha mami të lutem stërvitu të mos ngordhësh.
Tani, një gjë që më bëri përshtypje është që Pieri e di shumë mirë që kafshët ngorin dhe njerëzit desin, po kur erdhi atë natë te ne nuk tha mos disi, po tha mos ngordhni. Dhe kur ai për te gjithë gjë se si funksionon, tani do flas për si e përjetova unë do t'ju themi sekret të vogël, mbase mund ta keni menduar të gjithë në një pikë të jetës, po unë kam ndjer frikën se mami im do vdiste gjithmonë. Po gjithmonë dhe kur ndodhi pastaj që ajo u largua nga kjo jetë, më dukej sikur e kisha humbur fajin, e kam vuajtur shumë, nuk është se e kam folur me shumë njerëz të gjën, tani pas 8 vitesh jam mjaftueshëm e pjekur e qetë për ta përmendur dhe më dukej sikur unë e kisha fajin që ajo vdiq, sepse unë isha e vogël dhe e mendoja dhe unë e manifestova, domethënë. Edhe kur Pierre tha mami mos ngordh, do me thënë thjesht pata, nuk e shpjegoj dot realisht, mbase mamat që kam provuar. Dua që të bëhem emocionale, thjesht po tregoj çfarë na ka ndodhur, edhe nuk do doja kurrësi që të lëndoja dikë me këtë video apo me këtë moment, se di që mbase është temë shumë delikate, por nuk ju shpjegoj dot atë që ndjeva, thjesht u luta me gjithë forcën time që unë, Pierre dhe Ergys të plakemi të tre, domethënë ta shijojmë jetën sa më shumë, me ulje, ngritje, me sfida, me disfata, me momentet vështira, me lek pa lek, me qeshje, me çara, domethënë me çdo gjë, sepse është një dhe e vetme dhe nuk e di. I thash jo, mami, mos ki merak, ne jemi këtu, jemi shumë mirë, ishte thjesht një ëndër. Kaloi kjo nata, o çuar mëngjes, ishte shumë okay. Gjatë ditës është shumë normale dhe zakonisht kështu ndodh. Që gjatë ditës vazhdon jetë normale, thjesht kur bie nata dhe shohin ato ëndrat, mund të shohin edhe makthe dhe pastaj mezi perceptojnë gjatë ditës edhe kanë këtë frikën se mos i humb mami apo babi apo. Nata dytë mbas kësaj të qara natën. Thjesht ishte një moment sa u ftillua pak dhe pastaj fjeti sërish, pastaj ndodhi sërish që qau dhe atëherë e morëm në krevatin tonë, edhe dje ka ndodhur po e njëjta gjë, që ishte mërkur. Thjesht ka thirrur mami dhe i thash Ergysit të shko mere dhe le të flej këtu me neve të shohim se do jetë kjo nata. Po kur më tha mami mos ngordh tërvitu, atëherë unë thash do mundohem të jem sa më qetë, sa më pak streset, ha shëndetshëm, të përpiqem të jem sa më e shëndetshme për atë, sepse nuk ka vend që jam më e nevojshme se sa në shtëpinë, sepse asnjë vend në këtë botë nuk ka nevojë për mua më shumë se sa djali im, edhe nëse përpiqem që të jem versioni më i mirë i vetes fizikisht, mendërisht, në të gjitha aspektet është vetëm për këtë dhe mbase e kisha harruar këtë periudhë nga që punë, vizje. Edhe kjo gjëja më erdhi kështu si ting, ting dong, Diana slow, Diana qetësou pak, asgjë s'ka rëndësi më shumë se sa shëndeti jot, shëndeti fëmijës. Nuk e di si e keni pasur ju eksperiencat me këtë aspekt. Më shkruani, më dërgoni mesazhe si të ndjeni ju më mirë. Por ama me Minun e ka rregulluar pak marrëdhënien, është qetësuar, bëm letrën e babagjyshit dje, ka kërkuar lodrat që ka qef, ka kërkuar dhe një qen, sepse një qen ai e donte edhe para Minut, unë i thosha kur bësh 18 vjeç, bëj çfarë të duash. Edhe ka shkruar që do një qen dhe unë i thash po babagjyshi e ka parë që ti edhe Minun e ke bezdisur, nuk besoj që të sjellë një qen, kështu që mos është se mos e mbaj mendjen aty. Por, tani do mundohem që Sarza ta sot është dhëna 11. Sa ditë kanë mbetur për Krishtlindje? Si bie? Dhe 14, 13 ditë? Do t'ja bëj magjike këtë periudhën, sepse nëse festat janë magjike, janë vetëm sepse mami i bën të tilla dhe e lexoj shumë shpesh këtë. Edhe tani që mendonim që ishte fest, ishte Krishtlindja magjike, por ajo që e bënte magjike ishte mama jonë që vinte vërdall në për shtëpi, katuante gjëra të mira, na përqafonte. E di që ky vlog s'kishte aq shumë gjëra, po
për Krishtlindjen e kam fjalën, por të gjitha youtubersat që unë ndjek edhe shqiptare gjithashtu kanë bërë vlogmas dhe di që i keni parë, jeni kënaqur, so nuk është se ju ka munguar. Do e mbyll këtu këtë vlog. Faleminderit që e ndoqët, faleminderit ju që më shkruani në Instagram kur do kemi vlog. Shumë gjanë dhe bashkë do shihemi në vlogun e radhës. Do nis të xhiroj që sot edhe të kem xhirime nga pak çdo ditë, se do pikturojmë bashkë, do gatuam, do stërvitemi, do punojmë, do i bëjmë nga pak të gjitha dhe ju uroj me shpirt të keni një dhjetor të mrekullueshëm, me lajme të bukura, me sa më pak shqetësime, me sa më pak strese dhe jetojeni realisht jetën dhe shijojeni çdo grimce që mund të vijë gjatë ditës, kapeni fort ato grimce, futeni këtu edhe thua faleminderit Zot për këtë moment kaq të bukur, sepse harrojmë, unë përfshirë, harrojmë të jemi falenderues sepse jeta të rëmbejnë, so ika.